Për tash Kurti është kryeministër në detyrë dhe absolutisht nuk mund të thuhet që nuk ka legitimitet. Janë më të rezervuara për shkak se ne faktikisht kemi një qeveri në detyrë dhe nuk kemi një qeveri kështu fuqiplote me të cilën mund të bëhen marrëveshjet. Një përfaqësim i Kosovës në këtë formë, pra i qalë, do ta quaj, Kosovën e ka hedhur në hije apo në një situatë të palakmueshme diplomatike në arenën ndërkombëtare. Nëse tashti flasim për atë se çka mund të përfitojë Kosova nga një kryeministër në detyrë, e para aty nuk mirën vendime, do të cilat do të jenë obligative e tjera, mirë po vetë prezenca është e rëndësishme, absolutisht, dhe tash për tash Kurti është kryeministër në detyrë dhe absolutisht nuk mund të thuhet që nuk ka legitimitet. A është mirë që është Kosova aty? Po, absolutisht, për shkak se sido që të jetë vetë prezenca nga një herë e shtetit të Kosovës tregon shumë, për shkak se ne kemi shumë shtete të cilat nuk na kanë njohur, për shembull, për shkak se ajo nuk organizohet vetëm për shtetet e Bashkimit Evropian, por për shtetet të tërë Evropës, dhe mund të ndodhë që aty mund të ketë ndonjë takim bilateral, por edhe nëse është multilateral. Për shtetet tjera janë më të rezervuara për shkak se ne faktikisht kemi një qeveri në detyrë dhe nuk kemi një qeveri kështu fuqiplote me të cilën mund të bëhen marrëveshje të cilat pastaj pritet që të implementohen. Këtu është defekti. Një përfaqësim i Kosovës në këtë formë, pra i qalë, do ta quaj unë, meqense nuk kemi pra qeveri fuqiplot, pra legale dhe legjitime, kemi një qeveri në detyrë, kjo Kosovës pare nuk i shkon për shtati. Kemi patur edhe para disa ditëve dhe reagimin e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili pra thret dhe bën kërkesë që Kosova të jetë serioze në përfaqësim dhe që mos ketë pra përfaqësim që thash më herët, pra i cili çalon, i cili nuk ka legjitimitet dhe legalitet, për atë arsye dhe mund të quhet kështu në gjuhën diplomatike si një përfaqësim i papërfillshëm, sepse me një qeveri e cila nuk ka prapa saj një kuvend, gjithsesi një legjislaturë e cila është e dalur nga zgjedhjet dhe me këtë e merr legitimitetin e saj, nuk mund të përfaqësoj një shtet dhe një vazhdimsi e një përfaqësimi kësaj shtërp për tashmë 2 vite Kosovën e ka hedhur në hije apo në një situatë të palakmueshme diplomatike në arenën ndërkombëtare.